Rusia tha të premten se sulmet izraelite ndaj Iranit ishin të paprovokuara dhe në shkelje të Kartës së Kombeve të Bashkuara, duke akuzuar Izraelin për prishjen e përpjekjeve diplomatike për të arritur një marrëveshje për të zbutur shqetësimet perëndimore në lidhje me programin bërtamor të Teheranit. Izraeli kreu sulme kundër Iranit të premten, duke thënë se kishte vënë në shënjesër objektet bërtamore, fabrikat e raketave balistike dhe komandantët ushtarak gjatë fillimit të një operacioni që objektiv final ka parandalimin e Teheranit që të ndërtojë një armë bërthamore. Raportet fillestare sugjeruan se termocentrali bërthamor i Bushehrit, të cilin e ndërtoi Rusia, nuk ishte goditur. Rusia është e shqetësuar dhe dënon për shkallëzimin e situatës mes Izraelit dhe Iranit, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov për mediat shtetërore. Presidenti Vladimir Putin po merr raporte në kohë reale mbi situatën nga Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme SVR i Rusisë dhe Ministritë e Jashtme dhe të Mbrojtjes, tha Peskov, në një deklaratë detajuar të hartuar me urdhër të Putin. Ministria e Jashtme dënoi ashpër Izraelin dhe fajsoi perëndimin për nxitjen e asaj që e quajti histeri anti-iraniane. Ne dënojmë fuqimisht përdorimin e forcës nga shteti i Izraelit në shkeljet e Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të së drejtës ndërkombëtare, tha ministria. Sulmet ushtarake të paprovokuara kundër një shteti sovran antar të OKB-s, qytetarëve të tij, qyteteve paqësore dhe infrastrukturës së energjisë bërtamore, janë kategorikisht të papranueshme. Bashkësia ndërkombëtare nuk mund të qëndrojë indiferente ndaj mizorive të tilla, të cilat shkatrojnë paqen dhe dëmtojnë sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare, thuaj në deklaratë.